Përshëndetje hoq, thot të lutëm përgjigj mo jam në hall. Kam 2 vajza, por në anën tjetër thot burri, thot po më tradhton pa e tradhtu. Përshëndetje motër, Allah ta letoft, këta burra janë paragjykues. Kjo është haram, për mëkate të mëdha nëse njeriu paragjykon gruan e vet ose gruaja burrin pa fakte. Nëse ai ka fakte, atëherë le tregon, le të nxjerr faktet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai cili pretendon diçka duhet me sjell argument. Me sjell argument burrit që ti e të tradhtu. Ti nuk ke nevojë me sjell argument, ti veç i ban be, pashallah nuk është e vërtetë. Pashallah. Edhe ti je në rregull. Pastaj nëse don me të shuhe, me bë budallë që tjera, le të mbetet në përgjegjësinë edhe në mëkatin e tij. Mirë po, përderisa ti je sinqert, nuk je tradhtare, nuk e tradhton moral, etj, atëherë mbetet ajo mëkati dhe përgjegjësia tek ai vet. Allah në përmirësoft.